Dhe kështu ky person Ebrahaja niset drejt Qabës me elefantin e tij më të madh në krye. Mirë po, sa po afrohet elefanti dhe ushtria e tij para Qabës, elefanti shtanget në vend dhe nuk bën një hap përpara. E kthejnë atë nga ana e Yemenit, vazhdon të eci. Sa po e kthejnë nga ana e Qabës, ndalet dhe nuk lëviz. E Allahu subhanahu wa taala të ngjarje të madhe e përshkrua në një sure në Kur'an, në suren 105 të Kur'anit, ku Allahu i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A e ke pa ti o Muhammed se çfarë bëri Zoti jot me pronarin e elefant? Nuk i tha Zoti i gjithësisë pejgamberit alayhis salam, a e din ti se çfarë boni Zoti me ata? Se ndoshta pejgamberi alayhis salam e dinte. A ke ngjuti për ngjarjen? Nuk i tha kështu. I tha alam tara, a e ke pa? Pejgamberi alayhis salam s'kishte lind akoma dhe nuk e kishte pa. As unë se kam parë ngjarjen, por askush prej nesh nuk e ka parë ngjarjen. Por ne e besojmë. Se përderisa na e thot Allahu subhanahu wa taala, për ne ka mbaru çështja. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A e ke pati çka ka bu Zoti i gjithësisë me pronarin e elefantit? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. A nuk ja boni Zoti atyre për pjekjen e tyre për ta shën Qabën të dështuar? Pra nuk ja mundsoi Zoti që ta shembin atë. Wa arsala alejhim tayran ababil. Çfarë ndodhi? Allahu subhanahu wa taala dërgoi një ushtri, por jo me armatime. As një ushtri të madhe, as nuk çoi ujë nga toka dhe nga qielli siç ndodhi me Nuhun alayhis salam. As nuk çoi një erë të fortë. Allahu subhanahu wa taala i çoi disa zogj që në sytë tanë s'kan fuqi. Eshe zogun të knaqet syu me krijimin e Allahut të lartësuar. I çoi Zoti i gjithësisë disa zogj, ushtri me zogj, të cilat në skepin e tyre, në sqepin e tyre kishin gur prej balte dhe jalshuan mbi këtë ushtri zullumçare, tërmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dhe thot Allahu ja çoi disa shpend që